Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Pas hamdit ndaj Allahu Jalla wa ala dhe salavateve mbi pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam, është rënd thuhet diçka pas librit Allahu Jalla Jalalu. Megjithatë vëllezër, nëse fjalët tona nuk janë në interes të ngritjes së vetdijes, së vlerës së Kur'anit në jetën tonë dhe ngritjes së robërisë tonë tek Allahu Jalla wa ala, asnjë fjalë jona nuk vlen kurrë. E sot me ju kisha dash të ndaj një gajle, një breng, të cilën e shoh sot mesin e muslimanëve dhe në narrativin e vetëdijsimit të muslimanëve rreth vlerës së 10 shit të fundit. Çka duhet them me kët? Kur flasim për 10 shit e fundit vëllezër, jemi tu fol nga një pikpamje ndoshta pak materialiste. Edhe pse ndoshta nuk ka diçka të keqe në të në esencë. Flasim Lejletul Qadri khairu min alfi shahr, që nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, dhe ashtu është. Por ama këndvështrimi jon ndaj këtij fakti që kjo natë është më e vlefshme se 1000 muaj, është puno pak e fito shumë. Puno pak e fito shumë. Dhe ky narrativ me kohë bën që njeriu t'ju qaset mirësive të Allahut me këndvështrim materialist. Ka ardhur një ofertë, shfrytëzoj ofertën dhe bëhu prej atyre të cilët kanë përfituar nga kjo ofertë. Por ama ka një grad më të lartë që e don Allahun nga ne, se sa vetëm marrja e mirësive të Allahut si oferta. Ajo është grada e robërisë tonë ndaj Allahu Xhellahu Ala. Dhe kjo robëri ishte ajo e cila e bënte pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam dhe shokët e tij që të mendojnë ose të shpresojnë ose të ëndrojnë që i gjithë viti të jetë Ramazan. Këtë shpresë nuk e kemi ne. Ne kur të kalon 10 shi i fundit, sikur themi alhamdulillah usos. Usos për shkak se ne ofertë kemi pat. Edhe kemi ditë që oferta zgjat 10 ditë. Kush e kapën e kapën, kush se kapën elhamdulillah, vazhdojnë vitin e ardhshëm. Ndërsa robëria e njeriu ndaj Allahut nuk e lyp këtë gjë. Është e kundërta. Robëri do me thonë, të dëgjej Allahu aty ku don ai dhe të mungosh aty ku nuk don Allahu t'jesh. E këtë robëri e kishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, kur Allahu xhallahu ala lavdron të dërguarin e tij alayhi salatu wasalam, nuk e lavdon me epitetin e pejgamberisë, nuk e lavdon me emrin e tij Muhammed, po e lavdon me epitetin e tij të robërisë, subhanalladhi asra. Qoftë i lartësuar ai i cili ngriti pejgamberin e tij, të dashurin e tij, jo. Subhanalladhi asra bi 'abdihi, qoftë i lartësuar ai i cili ngriti robin e tij. Kështu që sa herë përmendet i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, përmendet me epitetin e robërisë. Dhe kjo robëri duhet shtohet në Ramazan. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam hynte në Ramazan vëllezër robi i Allahut i sinqert, njeriu më i denj për të titulluar si robi i Allahut. Megjithatë, shtohej robëria e tij ndaj Allahut përgjatë Ramazanit, sidomos në 10 shit e fundit. Kështu që ju e dini i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam kur u pyet, ja Rasulullah, kur e shifshin sahabët hadithin e Aishës, cilin gjithë ju e dini, kur e shihnin se janë ajt kamp namaz, e pyesnin sahabët, ja Rasulullah, po ty Allahu ti ka falë mëkatet e së kaluarës dhe të ato të ardhmes, pse e bën këtë gjë? Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam po e shpjegon motivin prapa kësaj. Lini kam të ajtme, linë lodhjen fizike, linë pagjumsin, efela ekunu abden shakura. E pse mos bëhem rob falënderues? Kjo është gajlja e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Madje kur pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam po lyp prej Allahut xhelle xhelaluhu diçka e cila sot shumë mungon tek ne vëllezër. Ajo është që Kur'ani të jetë pranverë zemrave tona. E di çfarë do me thonë pranverë? Që të ngjall çdo cep të zemrës tonë. Kur të prek libri i Allahut, të ngjallët gjithçka. Imani në zemër, mbështetja në Allahun, dashuria për Allahun, urrejtja për Allahun, dashuria për musliman në përgjithësi. Çdo cep i zemrës ngjallët momentin që kur të hyn Kur'anin këtë zemër. Kjo është ta kesh Kur'anin pranë vetë zemrës. Mirë, po përpara se ta lyp i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam këtë gjë nga Allahu, e paraprin lutjen e tij
me shfaqjen e robërisë të plot të tij ndaj Allahut. Andaj çfarë thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. O Allah, unë jam robi yt, i biri i robit tënd, i biri i robreshës tënde. Tamam, a mjafton kjo robri për t'i lyp Allahu që Kur'ani tjetë pranvere zemrës tënd? Ja. Po thot, o Allah, unë jam rob në 3 aspekte. Vet jam rob, babën e kam rob tëndin dhe nanën e kam rob tëndin. Nasiyeti i bjedik, ma dje thot, nasije i thonë kësaj pjesës në gjuhën arabe, me zballit dhe fillimit flokve. Nasiyeti i bjedik, në gjuhën arabe, kur dikush ta ka nasjen tëndë, është si me i pat dizginat tu, si me i thonë Allah, unë jam rob jot në gjitha aspektet, ma dje ti i ke dizginat e mi, ku dush më qonë? Kjo është robria Allahut. Kjo është robri ndaj Allahu xhallahu ala. Nasiyeti i bjedik, madin fije hukmuk, dhe vendimi it për mbi meje zbatohet minje, nuk pytem unë, a është kjo mirë apo keq? A është vendimi i Allahut, po e pranoj, ju kry puna. Unë jam rob, nuk kam çështje ta pyes zotriun o zotrim, pse vendose këtë, pse nuk e vendose diçka tjetër. Unë jam rob i Allahut. Pas gjithë kësaj po i thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. O Allah, ma bën Kur'anin pranver zemrës time. Me fjalë tjera, nuk ka mundësi që Kur'ani të bëhet pranvere zemrës tonë, dhe kur të lexohet mihrab, të dridhet zemra, të rënqethet lëkura, të loton syni, përderisa ne nuk jemi rob të dinj ndaj Allahu xhallahu ala. S'ka mundësi. E kjo robri e bante pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam, mos t'i ndjej se janë ajt kambët. Kjo robri, si tregon një prej haditheve të njohura të namazit pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, sikur se hadithi Aishës, thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i falte 4, la tas'al an husnihin wa tulihin. I falte 4 rekate, mos pyet për gjatësinë dhe bukurinë e këtyre 4 rekate. 4, po të bukura, të ngadalshme, sa që transmetohet në një hadith, tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, u pastrua, mori abdes, bani tekbir, lexoi surën Bakara, të plot. Okej, dikush mund thot nuk ka qenë e plotësuar deri në fund surja Bakara. Po shumica ka qenë. E lexoi gjithë surën Bakara, le të themi ka lexuar 30 faqe, 35 faqe. Pastaj thot ran në ruku dhe thoshte Subhana dhil malakuti wal jabarut, Subhana dhil kibriya, qofti lartësuar nga dhënjimtari, sundimtari absolut, qofti lartësuar më i madhi dhe më i larti xhalla xhelalu. A dini sa ishte rukuja? Sa gjatësia e qiyamit të tij. Po ku është ndjenja njerëzore se jena të lodhur? Kjo ndjenjë shkput në momentin që ka thonë, o Allah, ky muaj nuk është rast që unë ta marr ofertën dhe të shkoj. Fitoj ky elhamdulillah. Ky muaj është rast që unë të ngritem në pozitën e robrisë në Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është ajo e cila të ndihmon jetën tënde, jo vetëm marrja e ofertës. Marrja e ofertës është kontrata bazë. Është për njerëzit e rëndomtë. Po nuk duhet të jetë për këtë xhamat të cilët falin namaz natë. Ja. Këto të cilët synojnë një lloj kontrate më të lartë me Allahun, nuk duhet të kënaqen me minimumin. Minimumi janë ata të cilët kënaqen me oferta. Por ama ne duhet të mendojmë se pas ti Ramazani vazhdon robria jon ndaj Allahu xhallahu ala. E nuk bën të kënaqemi me minimumin. Përndryshe vëllezër, e marrim ofertën, fitoj kush fitoj, humbi kush humbi dhe u kry puna. Dhe robria jon pas Ramazanit nuk do të jetë kurrë. Kurse qëllimi është ne ta shtojmë robrinë tonë ndaj Allahu xhallahu ala. Për këtë shkak i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bante çmos në Ramazanin e tij që robria e tij të shtohet ndaj Allahut. Ju e dini hadithin e Abdullah ibn Abbasit, duket radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili i tha i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam ishte njeriu më bujar. Ishte njeriu më bujar. Po kur ishte më bujar? Në Ramazan, apo? Tha ishte më bujar kur bante mudarase Kur'anin me Xhibrilin alayhi salam. Pse? Për shkak të ngritjes së pozitës së robrisë së tij ndaj Allahu xhallahu. Mudarase do të thonë çfarë? Mësim të Kur'anit me Xhibrilin alayhi salam. Zbulim të kuptimeve, sqarim të gjërave të cilat Allahu neve na ka zbritur. Nëse ky pejgamber bujar e trim ndikohet me leximin e Kur'anit dhe robria e tij shtohet, çka mbet puna për ne?
Puna për ne ka mbet vetëm ta pastrujmë zemrën dhe të tregojmë gatishmëri se ky Kur'an i cili ka ndryshuar me miliona e miliarda njerëz përpara nesh ka mundësi të na ndryshon neve dhe ta ngrit robërinë tonë nga këtë minimale në një pozitë tjetër të robërisë ndaj Allahu xhallahu ala. Këtë ne duhet ta shpresojmë me vëllezër. Wallahi duhet kemi ambicie në raportin tonë me Allahun. Mos u kënaq me pak me Allahun tënd. Allahu yt është Hayi, është Kerim, është i turpshëm dhe është bujar, don që ne të lypim prej tij. E nuk ka kërkesë më të mirë prej Allahut se sa o Allah, mashto robërinë time ndaj teje. Nasiyati biyadik. Dizginat e mia në duar tu o Allah. Ku dush shoh? Unë jam robi jot. E thash vëllezër, ne përjetojmë këtë Ramazan në këtë ofertën minimale, andaj ndjejmë lodhjen fizike. Nesër, plot prej nesh do të flejnë deri në drek. Po a nuk kanë mendu vëllezërit tanë, ky pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku e ka tregu këtë bujarin gjatë Ramazanit? Thot Ibn Abbasi, a ishte bujar, po ishte më bujar gjatë Ramazanit. Ku e ka tregu? Tu flet deri në drek e deri në qindi, apo deri para akşamit? E kur ka ardhur pak në xhami, çe pak me tregu bujari? Jo vallahi. Ka qenë njeri aktiv në çdo aspekt. Nga se kjo bëhet me robrinë e sinqert ndaj Allahu xhelle xhelalu. Lusë Allahu vëllezër që Allahu të na fal, na vetëdijson dhe të na jep dituri të dobishme. Na bën prej atyre të cilët meritojnë epitetin rob të Allahu xhelle ala. Dhe të na ringjall me robin më të mirë të Allahu xhelle ala, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Firdaus wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.